Çfarë vesha këtë javë si mësuese në Angli? Këtu do shikoni një 4-5 outfit, sado që unë punoj part-time, po tani me që është periudhë provimesh, edhe kam punuar çdo ditë, ndaja edhe kam shumë veshje për t'u treguar. Shumë më keni thënë që po pse e përmend gjithmonë që je mësuese në Angli e dim. Në radhë të parë ju mund ta dini, po janë me mira ata të tjerët që na ndjekin çdo ditë, edhe u faleminderit nga zemra, që nuk e dinë, nuk na njohim, edhe duhet të prezantohem pothuajse çdo ditë. Në radhë të dytë, veshjet që bëj, i them që i bëj si mësuese që punoj. Nëse bëja një punë tjetër, nëse punoja avokate, nëse punoja pastruese, nëse punoja doktoreshe, mendoj se veshja do ishte ndryshe, do me thënë sipas zanatit bëhet edhe veshja. Edhe ndaja e përmendë që do me thënë, përderisa punoj si mësuese, këto janë dhe veshjet që bëj. Te disa mund të pëlqejnë, te disa mund të mos pëlqejnë, është logjike. Forma këtu që shikoni, vajta kështu në shkollë, po nuk isha mësime atë ditë, ishim vetëm për një meeting, edhe ndaja u vesha me formë të isha rehatshëm. Cila veshje ju pëlqeu më shumë?